rikthehem pak te ty, ndryshimi ndodhi pak a shumë në adoleshencë dhe erdhi gradualisht kjo mënyrë jetese dhe ky stil për ta ndryshuar, domethënë. Megjithatë po them në raport me të tjerët, çdo gjë ka shkuar shumë mirë. Sepse me çfarë vëre madje edhe marrëdhënia që ti ke, nuk është një djalë goth. Jo, është rocker. Gjithë, Në rastin e ti kur të ka takuar për herë të parë, si ka qenë? Jam shumë kurioze për të parë edhe këtë këndvështrimin e një marrëdhënieje, pra një raporti që krijohet në çift. Do të pyes edhe ty Sara, meqense kemi përballë. Dëgjoj. Është dashuri sa këtu afër, po. Më thuaj për mua është tmerrësi shumë e rëndësishme. Që na duhet një mikrofon të pyesim çunat. Është tmerrësi shumë e rëndësishme të arrish ta pranosh tjetrin ashtu siç është dhe ta dashurosh. Sepse gabimi që bëjmë pjesa më e madhe e njerëzve është që bie në dashuri ose i pëlqen ajo që shikojnë për herë të parë dhe pastaj mundohen ta ndryshojnë. Është gjëja më e shëmtuar që mund t'i bësh një personi mashkull femër. Gjëja e bukur është që e shikon, e pranon, e dashuron dhe e mban ashtu. E ruan atë gjë, sepse ti me atë ke rënë në dashuri. Ti me ajo. Dhe tani paraqitja është ajo që të tërheq vëmendjen në fillim. Normalisht dikush që të takon për herë të parë nuk shikon për te teje, shikon aparencën, shikon paraqitjen. Dhe normalisht i ke tendencën që edhe të bësh atë gjykimin e voçkël momentin që takon dikë, bën një skanim, si më thënë. Por që çfarë ndodh me ne është që ne jemi komplet gjë tjetër nga çfarë dukemi. Për shembull, doja ta thoja edhe shpar, gocat, vajzat si ne që kur shifemi në rrugë jemi por në të njëjtën kohë kuptojmë shumë gjëra. Çfarë tha dhe Entela shpar, që shikosh në pasqyrë dhe shikon forcat tënde, frikrat që ke mposhtur e gjitha, këtë gjë shohim dhe ne tek njëra tjetra. Këtë gjë shohim dhe meshkujt në këtë stil, ose meshkujt në stilin rock, në stilin metal. Domethënë, ka diçka që na ka çuar aty. Kemi diçka brenda që na ka bërë atë calling, atë thirrje. Ti kupton që jeta e këtij njeriu ka qenë me shumë trazira, po themi me ujë ngritje. Nuk ka qenë e lehtë. Absolutisht çdo njeri, thjesht disa nuk e kanë më problem ta shfaqin. Nuk e kanë problem i pranon shoqëria apo jo. Dhe një gjë kemi të përbashkët unë edhe djali në partneri im, nuk na intereson. Çfarë mendojnë? Unë fuqe pak ndërkohë që flet për këtë. Nuk e di, Katerina, më duhet të rryjë në një pjesë, për shembull. Neve patjetër në psikoterapi duhet t'i mësojmë individët që edhe këtë shprehuri nëpërmjet errësirës vjen një moment i caktuar në jetë që duhet ta shprehin nëpërmjet dritës. Sepse ka diçka, nëse janë për momentin në një pozicion, jeta i kërkon që nesër ky raport t'ju shkojë që të kenë edhe një fëmijë në familje. Unë nuk e di tani se kjo dëshira për ta shprehur nëpërmjet errësirës, po do ndikonte në psikologjinë e fëmijës që do vi në jetë. Kështu që normalisht i lënë në studio errësirën dhe në shtëpi duhet përdorin të bardhën, po them, sepse vjen një moment që dhe fëmia pyet mam, po pse je kështu? Do me thënë, ti ja indukton pastaj, prandaj duhet gjetur diçka që po eci, unë jam avangard, ja kam me juve normalisht në një moment tjetës do kërkoni që ta shprehni mirësinë nëpërmjet të bardhës. Sepse do e shikoni vetë që në momentin që bëhesh prind, sikur gjithë shenja jote ndryshon edhe ta kërkon. Po, se jam në fund, prandaj. Okej, vajza ime është 13 vjeç. Kish me jetë. Po besoj që shpinë e këtë bardhe dhe artistike, se besoj ta kish terrët. Është goth stili në shtëpi? Vajza ime është në një moshë që po eksperimenton me vete. Normalisht është shumë e talentuar në pikturë dhe që gjithë ndjesirat e veta ajo i shpreh gjithkohës në pikturë, vetëm vizaton dhe me muzikë. Nuk e kam penguar, nuk jam treguar ai prindi që do e marr fëmijën dhe do e bëj kështu. Jo. Unë ja kam treguar që gjitha dhe e kam lënë gocën të zgjedhë. Domethënë vajza ime eksperimenton, dëgjon këto, çfarë i pëlqen aty qëndron, edhe me veshjen. Ka qenë një fëmijë që është veshur me rozë, që e voçkël,
dhe tani është nga kokat e këmbët në zeza, sepse i pëlqen. Dhe jo në mënyrën time. Nuk është në stilin tim. Nuk do kishe qef ta vishe vajzën kështu? Girly, sigurisht e vesh, po nuk do ajo. Sepse ka kaluar ajo moshën që ishte. Por nuk është mami nuk është goth, është për momentin është tek animet, tek këto gjërat japoneze. Si kimi tipik i kësaj moshe? Është i moshës, domethënë nuk është i imi, është i moshës. Është ideja që nuk e kam penguar. Ajo 50 vet atë. A mund t'jetë ndikuar ajo duke më parë mua për ditë? Sigurisht që po, motra ime, për shembull, tezja vet, është e kundërta ime, është këto dilulet, është komplet e kundërta, po, është totalisht gjë tjetër, në pamje, në stil, në karakter, në profesion, në çdo gjë. Marrëdhënia është shumë e mirë ndërkohë, sepse s'ka asgjë për të qenë. Ajo është ajo, unë jam unë. Do të bëj vetëm pak shkëputje të vogël publicitare, kthehemi për pjesën e fundit. Sara, nuk e harroj që do flasim për të dashurin pas pak.